Jeta kishte qenë gjithmonë pak sa e vështirë për Tommy Walker. Ai kishte lindur në një familje shumë të varfër dhe ishte fëmia i 5 nga 6 me 4 vëllezër të mëdhenj dhe një motër të vogël. Pavarësisht se familjes së tij i mungonin gjithmonë parat, Tommy ishte i lumtur. Ai donte vëllezërit e motrat e tij. Për shkak se familja e tyre ishte shumë e madhe, parat që bënin prindërit e tyre ishin kaq të pakta, familja mund të përballonte të jetonte vetëm në një shtëpi me 4 dhoma gjumi. Kjo do të thoshte që të gjithë duhet të ndanin dhomat e tyre të gjumit. Prindërit e Tomit kishin një dhomë, pastaj vëllezërit e tij ndanin 2 të tjera. Për shkak se Tommy dhe Joe ishin më të vegjëlit, ata përfunduan duke ndarë një dhomë gjithashtu. Megjithatë, kjo nuk i shqetësoi asnjërin nga fëmijët e vegjël, kur ata ishin të vegjël. Atëherë u pëlqente të qëndronin zgjuar dhe të lexonin historitë e njëri tjetrit ose të luanin së bashku. Prindërit e tyre do të duhej vazhdimisht i kontrollonin të dy disa herë natën për të siguruar që ata në të vërtetë po flinin mjaftueshëm. Pavarësisht se nuk kishin shumë para, Tommy e donte jetën e tij dhe vlerësonte shumë atë që motra e tij e vogël mendonte për të. Me kalimin e viteve, Tommy u rrit. Ai përfundoi duke shkuar në kolegj kur ishte 18 vjeç, për të merrin e motrës së tij, të cilës do t'i mungonte shumë. Në kolegj, ai u takua me një grua të quajtur Daisy. Ai menjëherë ra në dashuri me të në shikim të parë dhe pa kaluar shumë kohë i kërkoi të dilte me të. Të dy filluan të takoheshin dhe gjërat u bën serioze shumë shpejt. Por, pa marrë parasysh se sa herë Daisy takoi familjen e Tomit, ajo kurrë nuk mund të dukej se e fitoi zemrën e motrës së tij të vogël Joy. Duke pasur gjithmonë një ndjenjë të keqe për Daisyn, Joy heshti, duke dashur që vëllai i saj të ishte i lumtur. Megjithatë, pasi pa se sa e varfër ishte familja e Tomit, Daisy filloi të sillej çuditshëm. Duke sikur ajo po largohej nga ai riu dhe nguronte të vazhdonte takimin me të. Duke parë se ajo ishte në mëdyshje me marrëdhënien e tyre, Tommy e pyeti Daisyn se çfarë nuk shkonte. Gruaja e re i tha Tomit se nuk e kishte kuptuar se sa pak para kishte dhe se donte të ishte me dikë që e dinte se do të ishte në gjendje ta mbështeste. Tommy premtoi asaj se do të gjente një punë shumë të paguar në mënyrë që të mund ta bënte këtë. Në fund të fundit, ai studionte film në mënyrë që të mund të gjente një punë në industrinë e filmit. Pasi dëgjoi planet e tij, Daisy pranoi të qëndronte me të. Kaluan 2 vjet dhe Tommy më në fund i kërkoi Daisy të martohen. Ajo pranoi dhe të dy martuan në një ceremoni të vogël, pasi nuk mund të përballonin një të madhe. Më në fund, një vit më vonë, çifti u diplomua nga kolegji. Fatkeqësisht Tommy nuk ishte në gjendje të gjente një punë menjëherë në fushën e tij. Në vend të kësaj, ai duhet të gjente një punë duke punuar në një dyqan ushqimesh lokale. Daisy ishte e poshtëruar. Kjo ishte pikërisht ajo lloj gjëje që ajo donte të shmangte. Gruaja e re kishte parë gjithmonë veten të martuar me një burr jashtëzakonisht të pasur dhe të suksesshëm, jo me një shitës. Ai u përball me Tommy për këtë dhe i tha atij se nëse ai nuk do të fillonte të fitonte më shumë para, atëherë ajo do ta linte atë dhe do të gjente dikë më të pasur për të kujdesur për të. Tommy, duke mos dashur të humbas gruan që donte, i premtoi se do të fillonte të fitonte më shumë në mënyrë që ajo të mos shqetësohej. Me kërcënimin e humbjes së gruas së tij, Tommy filloi të kontrollonte çdo faqe interneti ose biznes që mund të përpiqej të gjente një punë. Por gjithçka që gjeti, ose ishte i nënkualifikuar, ose nuk ishte në grupin e aftësive të tij të diplomës. Në fund, atij u desh të merrte një punë të dytë si barist. Madje filloi të bënte disa punë të pavarura në internet për të fituar pak para shtesë. Me gjithë këto punë për të bërë, Tommy ishte i raskapitur gjatë gjithë kohës. Ai shkonte në punë në dyqanin ushqimor nga mëngjesi deri në orët e para të pasdites. Më pas ai kalonte disa orë në shtëpi duke punuar në projektet e tij të pavarura, përpara se të niste në bar për të punuar si banakier deri në orët e para të mëngjesit. Gjatë gjithë kësaj, Daisy nuk gjeti as edhe një punë të vetme. Në vend të kësaj, ajo me kënaqësi do të shpenzonte të gjitha paratë që Tommy fitonte për rroba të shtrenjta, dreka me miqtë e saj dhe pothuajse gjithçka që donte. Duke sikur ajo nuk kujdesi për mirëqenien e burrit të saj, por vetëm nëse ai po bënte para të mjaftueshme që ajo të bënte një jetë të lehtë. Një ditë, Joy vendosi të shkonte dhe të shinte vëllain e saj në një nga ditët e tij të rralla të pushimit. Daisy ishte jashtë me miqtë e saj, kështu që do të ishin vetëm ata të dy. Diçka që Joy e priste me padurim, pasi nuk ishte mundur të kalonte shumë kohë me vëllain e saj kohët e fundit.
Por kur ajo shkoi dhe e vizitoi, ajo u trondit kur pag në gjendje në të cilën ai ndodhej. Tomi duke keq. Ai ishte jashtëzakonisht i zbet dhe i lodhur, dhe duke sikur do të rrëzohej çdo sekond. Joe shpejt filloi të kujdesej për të, duke i marrë një pijet të ngrohtë dhe duke u siguruar që ai kishte gjithçka që i nevojitet për t'u ndier rehat. Më pas ajo e pyeti vëllain e saj pse po dukej kaq keq. Tomi shpjegoi se atij u desh të merrte disa punë për të mbajtur Daisy të lumtur, përndryshe ajo do ta linte atë. Motra ishte e tërbuar. Si guxonte ajo grua të bënte vëllain e saj të punonte deri në kock për të lehtësuar stilin e saj të jetesës? Joe tha Tomit se duhet të ndalonte së punuari kaq shumë, përndryshe ai do të dëmtonte rënd dhe mundësisht përgjithmonë shëndetin e tij. Duke parë se sa e mërzitur ishte motra e tij, Tomi pranoi që ai të linte 2 nga punët e tij dhe të fokusoi në përpjekjet për të gjetur sërish punë në industrinë e filmit, pasi ishte pasioni i tij. Pas ditës së tyre së bashku, Joe u kthye në shtëpinë e saj dhe Tomi priti që Daisy të kthehej. Pasi gruaja e tij u kthye, Tomi e uli atë dhe i shpjegoi se do t'i duhej të linte 2 nga punët e tij për shëndetin e tij. Kjo do të thoshte se ajo do të duhej të fillonte të punonte në mënyrë që ata të përballonin qira dhe fatura. Daisy u trondit nga ky lajm dhe shpejt i tha Tomit se kjo nuk do të ndodhte. Më pas ajo shpjegoi se nuk mund të jetonte më në varfëri dhe se po e linte për të gjetur dikë më të mirë. Unë kur nuk do të isha martuar me një person kaq të varfër, tha ajo para se të paketonte valixhet dhe të largohej. Tomi ishte zemërthyer për atë që kishte ndodhur. Ai e kishte dashur vërtet Daisyn dhe kishte menduar se do të ishin bashkë përgjithmonë. Pasi dëgjoi se çfarë kishte ndodhur, Joe shkoi menjëherë te vëllai i saj për ta ndihmuar në këtë kohë të vështirë. Kaluan 2 vjet dhe Daisy nuk kishte pasur asnjë fat në jetë. Pasi u largua nga Tomi, ajo nuk ishte në gjendje të gjente ndonjë burr të pasur për t'u martuar me të, dhe ata me të cilët arriti të dilte në një takim, shpesh e refuzonin atë për shkak të sjelljes egoiste. Duke vendosur që ajo donte të ishte me dikë që ta mbështeste, ndërsa ajo kërkonte një burr më të pasur, Daisy shkoi përsëri të vizitonte Tom, duke menduar se ai do të ishte i dëshpëruar të bashkohej me të. Megjithatë, kur ajo u shfaq në shtëpinë e tij, ishte krejtësisht ndryshe. Tom ishte shpërngulur nga apartamenti i vogël ku ata kishin jetuar më parë dhe tani kishte një shtëpi shumë të bukur. E emocionuar që kjo mund të ishte bileta e saj për një jetë të mirë, Daisy trokiti shpejt në derën e përparme. Tomi u përgjigj dhe u trondit kur pa ish gruan e tij duke qëndruar pranë derës. Ai e pyeti se çfarë po bënte atje dhe ajo i shpjegoi se kishte vendosur t'i jepte një shans të dytë. Tomi thjesht qeshi dhe i tha Daisyt se nuk ishte interesuar të ishte me të. Pas një viti përpjekjesh për ta kapërcyer atë, i riu e kishte kanalizuar të gjithë zemërimin dhe trishtimin e tij në shkrimin e tij dhe ai kishte krijuar një skenar të mrekullueshëm, i cili nga ana tjetër u pranua nga regjisor dhe kompani filmi me renome. Që atëherë ai ishte larguar nga Daisy dhe në vend të kësaj kishte gjetur dikë që do ta donte për të, pavarësisht nëse ishte i pasur apo i varfër, por ai tani për fat të mirë qëndronte shumë mirë edhe financiarisht. Pasi i tha këtë vajzës, ai i tha asaj lam të mirë dhe uroi më të mirën në jetë, përpara se të mbyllte derën dhe të kthehej në jetën e tij të re me gruan që donte vërtet. Asnjëherë mos gjykoni një libër nga kopertina e tij. Gjithmonë mbështesni partnerin tuaj në ëndrat e tij. Më tregoni se çfarë mendoni për këtë video në komentet më poshtë dhe mos harroni të bëni like dhe subscribe për më shumë përmbajtje si kjo.